U kthejmë në studio për të diskutuar një çështje tjetër që ka të bëjë me dhomat e tregtisë dhe industrisë, të cilat kanë paraqitur para kryeministrit dhe ministrës në detyrë të ekonomisë të gjitha ninet dhe ligjet e energjisë, të cilat shkelin vendimet e marra nga zyra e rregullatorit të energjisë për liberalizimin e tregut të lirë të energjisë. Me mua në studio është Kushtrim Ahmeti, drejtori i dhomave të tregtisë dhe industrisë. Kushtrim, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë në podcast. Unë paka shumë në pika të shkurta e sqarova atë kërkesat që juve keni parashtirë nga ministri në detyrë edhe kryeministri sa i përket zyres së rregullatorit. Patëm disa replika nga ana e ministrisë sa i përket kësaj çështje. Spari, ky takim është i vënshëm. Ne jemi rreth 10 ditë para se të hyjë në fuqi vendimi për liberalizim të tregut. Qeveria këtë çështje ka ditë më te, po ka net në heshtje deri më tani. Tani tajde po takome, po dal me disa incentiva, themi që të bëj disa subvencionime, po ato subvencionime nuk kanë fare lidhje me çështjen për cilën është të diskutuar për gjithë këta muaj, themi nga prafërsisht dikon prill maj kur ka filluar kjo informacioni që është dhënë fillimisht nga ZRE-ja, kështu që nuk ka pasur një bashkëpunim fatkeqësisht deri sot të duhur dhe të nevojshëm dhe urgjent që ishte në mes të vetë institucioneve që i kemi, qoftë edhe ministrat në detyrë që janë, që edhe vetë komunitetit biznesit në këtë rast, sepse me këtë veprim të ZRE-s komu shkatërru këtë ekonomia vendit, bizneset tona do gjenden para një situate shumë të vështirë dhe në fundit kemi pësu këtë vendi jonë, njerëzit do të mbesin pa punë, mund të rritet numrit pa punëve tashmë. Në vendin tonë, në vend se të jetë kundërta. Nuk kemi më çka të diskutojmë pastaj për nxitjet qoftë investimeve nga jashtë ose qoftë në ardhen e investimeve nga diaspora. Po, ju thatë se vetë ministria dhe kryeministri në detyrë kanë qenë në një ori për gjithë këtë kaos të bërë nga rritjet e çmimeve, nga zyra rregullatorit, një zyre kjo e financuar ose e përkrahur nga vetë qeveria e Kosovës në mënyrë. Fillimisht s'ka dilemë, domethënë që në ditët e para kur ka dalë njoftimi i ZRE-s, ne po besoj edhe të gjitha shoqatat e bizneseve tjera kanë ngritur zërin dhe bile na ju kemi drejtuar edhe me thirrje zyrtare institucioneve tona që të reagojnë shpejt, sepse e dinim se duke qëndruar të heshtur situata mund vinte aty ku po shkojmë. Nuk ka pasur fare, gatishmëri fare për asgjë, kemi kërkuar të takohemi qoftë me ZRE-n, s'kan pasur gatishmëri të takojmë fare, qoftë me institucioneve s'kan pasur fare gatishmëri. Kemi një situatë edhe më problematike në këtë kohë, ku e ki një kuvend Kosovës i cili nuk është funksional, e ZRE-ja sipas ligjeve në fuqi i përgjigjet kuvendit të Kosovës, e në anën tjetër e keni qeveri cila do të mund të ndërmarrë disa veprime, sepse ligji për energji është i miratum shumë kohë më parë dhe procesi për liberalizimin e tregut është parashikuar shumë kohë më parë, por situatat nuk kanë qenë sikur që kanë qenë dikur të planifikuara të ndodhë ky liberalizim. Domethënë ne ndodhemi në situata këtë tjera, domethënë po ndodhen këto zhvillime në kohën kur nuk ka institucione funksionale, e në anën tjetër ndodhen kur nuk ka asnjë analizë të thuktë të asaj se si është situata sot, çfarë gjendje janë bizneset, sa kanë ato biznese mundësi që të kalojnë me njëherë në këtë treg të hapur të energjisë, sa është i fuqishëm rrjeti furnizues i energjisë elektrike, për shkak se ne gati çdo ditë për mos thënë kemi ankesa të vazhdueshme nga bizneset të cilat thonë që ose kanë reduktime të paparalajmëruara të energjisë, ose kanë rrjet ose energji jashtëzakonisht të dobët që u vi atyre në kompaninë ose fabrikën ku e kanë, dhe kjo normalisht shkakton më njëherë të lashe të tjera të cilat e kanë pamundur pastaj në mungesë të një energjie të adekuate dhe të sigurt, kompania nuk mund të funksionojë siç duhet, funksionon se me kapacitete jo të plota dhe kështu domon ka një numër zinxhir që ndodh në një vendim që merret, për cilën ZRE-ja në mënyrë jashtëzakonisht të ashpër, duke shkelur numër të madh të ligjeve, duke shkelur vetë një ekonomi e cila është ndërtuar shkurt e shqip me mund dhe mendime në askojt, po me mundën e këtyre bizneseve tona që kanë qëndruar para çdo stuhie, po e bën tashmë këtë veprim të panevojshëm dhe të pakotë, themi, sepse në shumë vende edhe të rajonit, po edhe vendeve që janë të Evropës Juglindore, kemi tërheqje të shteteve, themi nga këto veprime ose ka forma të tjera, për shembull, duke i subvencionuar
themi disa prej shpenzimeve që ndodhen nëse do të shkojmë themi në liberalizim të tregut. Këto asnjë prej këtyre veprimeve nuk është duke ndodhur edhe nuk paktën me këto çka po i shohim nuk pritet fare të ndodhë. Mirë, po pati edhe një hezitim nga ana bizneseve që të jenë pjesë e tregut të lirë, pra në aplikimet të cilat ju është bërë thirrje që të jenë pjesë e tyre. A është kjo edhe frika se nuk do të bëhet ashtu siç duhet tregu i lirë në Kosovë? është eksperiencë e parë në vendin. Po është sepse po ndodh si mund të një biznes të përgatitur të kalon në treg të lirë kur ti e lajmëron themi 2 muaj 3 përpara. Prandaj kërkesa jonë ka qenë që minimumi të jetë 1 vit shtyrje si proces. Nga ky moment të nisin të parën herë, domethënë fillimisht diskutimet, të jemi të gjithë bashkë për këtë proces, sepse askush nuk është kundër këtij procesi, po mënyra se si përbëhet jemi kundër. Ky është çështja. Sepse herë do kur ti duhet dalësh në treg të lirë, gjithsesi. Por mënyra se si përbëhet është në kundërshtim të gjitha normave ligjore. Pa përgatitje të bizneseve se si do të jetë në si mund të jetë një biznes i asi, kur për shembull nëse ta zëm një biznes e ka marrë një ofertë në këtë rast nga Kesko, sepse nuk ka tjetër kompani që po ofron oferta për furnizim me energji elektrike. Domethënë një renon Zërreja po thotë i kemi 19 kompani. Ku janë ato 19 kompani? Domethënë vetëm Kesko shka ofron. Edhe çka u ndodh në situatën e tashmë është nëse një biznes e ka marrë një ofertë, ta zëm kemi 2 lloje të bizneseve, njëri ka marrë një ofertë ta zëm para afërsisht 1 muaji, ka qenë dikon çmimi i rritur i energjisë krahasim me çmimin aktual, ishte 225%. Dje, hiç më larg ose para 2 ditë afërsisht, një biznes tjetër i joni e ka marrë ofertën po nga Kesko 264%. Me njëherë lohatje të çmimeve. Edhe për çfarë liberalizimi tregut po flasim, por kemi një kompani që po të oferton. Nuk ka tjera kompani. Të tjera gjitha janë tërhequr, sepse as ato vetë s'kanë qenë të përgatitura për një proces të tillë. E për më tepër ka dhe shumë kompani të cilat për shembull kanë thënë ose nuk e kemi në këtë plan këtë vit ta bëjmë fare, nisim vitin tjetër nëse na bën mundësitë ose shohim si po lëviz tregu themi në përgjithësi, sepse as ato s'kan mundur të kontraktojnë blerje të energjisë diku tjetër për t'ia sjellur biznesit tonë në Kosovë energjinë që i kërkon. Domthonë gjithçka s'ka qenë fare përgatitur, është mendim i marrur ad hoc me një shpejtësi të çuditshme dhe që normalisht duke parë që nuk kemi fare asnjë kompani tjetër nga këto 19 kompani, në këtë rast i bën 18 kompani që nuk po japin asnjë oferta, e po është vetëm Kesko në këtë rast automatikisht lën dyshime që këtu po bëhet vetëm për atë kompani, s'po bëhet për askën tjetër. Apo bëhet kjo vetëm në mënyrë që të themi se ne kemi bërë tregun e lirë në Kosovë, ndërkaq se kemi pas refuzime, zakonisht siç i quajnë ata politike, nuk na kanë përkrahur neve për arsye politike këtë vendim që na e kena ndërmarrë, ndërkaq që biznesat po vazhdojnë të mivujt pasoja çdo ditë në Kosovë, ku kemi paralajmëruar edhe ju vetë që do të kemi shumë mbyllje të bizneseve në vend. S'ka dilemë. Shiko, e para nuk kemi ne nevojë të marrim bajrakun krahasim me shumë vende të tjera të rajonet që kanë themi kushte më të mira ekonomike ose kanë nisur një proces shumë më të hershëm në këtë çështje. Domthonë s'para dashur të bëhet edhe kjo analizë. Të shohim vendet e rajonit të paktën vendet e rajonit, mos shkojmë më larg keq. Edhe pse ne kemi marrë informacion edhe nga vende të tjera që janë shumë më të fortë ekonomikisht se Kosova, edhe kanë një treg energjetik shumë më të mirë, edhe prodhim shumë më diversifikuar sa që e ka vetë Kosova. Domthonë as teto nuk ka funksionuar siç duhet ky proces, sepse nuk kanë qenë i përgatitur, i duhet një kohë më gjatë për të nisur përgatitje dhe për të filluar si proces. Domthonë nuk mundet kështu. Të paktën është dashur që ta bëj si hap që të lejoj vetë kompanitë të dalin. Domthonë ato kompani që kanë mundësinë e tillë të dalin, atë le dalin vetë ato. E në këtë rast këtu është një situatë që po i detyron kompanitë të dalin me dëmos në treg të lirë. Përndryshe do të mbesin pa energji elektrike dhe në situatë jashtëzakonisht problematike. Domthonë për çfarë ekonomie ne jemi ka flasur, për çfarë mbështetje jemi ka flasur ekonomike, nëse ti nuk po i gjendesh institucionet në këtë rast nuk po i gjenden vetë bizneseve të cilat e kanë nevojën në këtë rast. Domthonë mbështetja është imediate që duhet të ndodhë tani. Jo të kemi në heshtje të kalojmë gjitha gjërat kështu, sepse pasojat po janë të shumanshme. Nuk janë gjithmonë pasojat siç mund të mendojmë sot po e bëjmë një vendim edhe nesër po del pasojat. Jo, ka pasojat që ne po i shohim tash, pasojat e shumë viteve të mëhershme që themi po na ndodhin tani. Domthonë janë disa pasojat që ndodhin me vite të tona më vonë, nuk janë gjithmonë
Tash, edhe kjo shkakton pastaj atë telashën e madhe edhe të vetë biznesit, cilat janë në stres të jashtëzakonshëm, sa po urrit çmimi i energjisë 16.1, tash po ndodh ky telasha tjetër tregu i lirë, domthon gjithçka bëhet në mënyrë ad hoc, në mënyrë arrogante absolutisht dhe me vetëm qëllim për të arritur qëllimet e tyre që të paktën po duket që është qëllim i vetëm një kompanie, në këtë rast s'ka teknologji. Kosova është shumë më larg të themi plotësimit të kushteve për të qenë themi pjesë e BE-s. Nuk them që të mos i plotësojmë, por du të shkojmë hapa, nuk mundemi të nisim të marrim bajrakin për një gjë. Si është e mundur, dua ta merr ti bajrakun për ta plotësuar një kusht evropian, në anën tjetër ti je i dënuar nga BE me masat ndëshkuese që i ka marrë ajo. Atë çfarë logjike ka kjo? Domthon, pse po e merrti? Se nuk po i marrin seriozisht këto masa të dënuara nga Bashkimi Evropian. Po ti kishin marrë seriozisht deri sot, këto masa ishin hequr e para dhe dyta po ta kishin marrë seriozisht situatën që mund të ndodhte, veprimet do të ishin të dashur siç kanë kërkuar gjithmonë miqtë tonë ndërkombëtar që të merren vendimet në hap me koordinim, domthon, jo në mënyrë të pakoordinueshme, e pastaj kur ndodhen pasojat, hajde tash takohemi të bëjmë një zgjidhje. Domthon, ideja gjithmonë ka qenë që në mënyrë koordinative të bëhen këto, jo të shkojmë në hap duke tentuar që të marrin bajrakun për diçka, e pastaj pasojat po shohim sa dhe kësaj ditë janë miliona euro të bllokuara vetëm nga fondet e BE-s që kanë qenë ta shumë projekte janë bllokuara që ndërlidhen me një numër faktorësh që prapë këto ndërlidhen me procesin integrues evropian. Domthon, gjitha pasojat e kanë çat zinxhirin, për çdo veprim që ndodh e ka zinxhirin e vet. Se edhe nëse është veprim pozitiv, e ka zinxhirin e vet pozitiv, edhe njëjti negativ e ka vetë negativ, megjithëse negativi gjithmonë ka pasojën shumë të mëdha. Kështu apo bëhet kjo në mënyrë që për shembull të thotë neve ju kemi ofruar mundësi bizneset që dalin në treg të hapur, pavarësisht ka rritje të çmimeve të energjisë elektrike, ne ju kemi ofruar kushte që ata të përmirësojnë gjendjen e tyre dhe punën e tyre në terren. Ndërka që biznesat po ballafaqohen me probleme jashtëzakonisht të mëdha edhe në mos formimin e qeverisë së vendit. Po, fatkeqësia më madhe është se këtu nuk janë krijuar spari kushtet. Prandaj po them, domthon spari është dashur të bëhet analiza nga vetë zërreja në këtë rast institucion që i takon ky proces, të shihet qartë ku është, si janë situatat, të thras bizneset në këtë rast, komunitetin e bizneset, të bashkëpunojmë së bashku, të shohim ku janë, sa janë të gatshme bizneset të kalojnë në këtë fazë, ose atë gjejmë një zgjidhje çush me kalu në këtë fazë, domthon se askush s'jemi kundër, por mënyra se si është bërë, kjo ka qenë mënyrë. Ose ç'është më e keq atë mos ketë konkurrent askush me Keskon. Po prandaj është ky problemi, domthon ne po flasim për 19 kompani, thotë Kesko i kemi të licencuara, në anën tjetër është vetëm Kesko në këtë rast që e licencuar nga zërreja që ofron themi ofertat për furnizim me energji elektrike. Ku janë ato 18 kompanitë të tjera që janë të licencuara? Domthon me çfarë logjike po punojmë ne? Nëse po flasim me emërtimin liberalizim të tregut, atë këtu s'ka liberalizim. Këtu është monopol prap. Ti veç po e bën një monopol tjetër, po ja trash fitimin kompanisë këtë rast Keskos edhe Kecit për të marrë më shumë mjete kundrejt atyre që po i merr edhe sot nga këto edhe rritjet e çmimit të energjisë gjithë deri tash se si ka shkuar gjithë procesi. Kushtojmë meqense jemi në muajin e parë të aplikimit të tarifave prej 16%, na ka pasur ndonjë biznes i cili ka deklaruar mbylljen e tij për shkak të këtyre tarifave. Fillimisht ka pasur rritje çmimeve. E kemi parë edhe në diskutimet së bashku që kemi pas, ne kemi thonë që ka me pas lëvizje zinxhirore fatkeqësisht siç ka pasur në këtë gjërat e tjera dhe e kemi parë më një herë. Nuk po them gjithë që nështë ta kanë pas arsye, por për një pjesë të madhe të tyre absolutisht ka pas arsye, sepse kjo arrit koston. I biznes nuk mundet të përballoj atëherë themi qëndrimin e tij me të njëjtën kosto prodhuese. Ai tash është detyruar me qit në treg me një çmim shumë të shtrenjtë, edhe çka është situata tjetër, sepse ti në anën tjetër ti e vend edhe ashtu importues i madh i produkteve, e në anën tjetër edhe atë prodhim që e ki të vogël brenda vendit, ti po shkatron tash edhe me këtë veprim tjetër, sepse biznesi nuk e ka të mundur më të mbijetoj me të njëjtën kosto siç e ka pas para arritjeve të çmimit të energjisë ose tash edhe nëse shkojmë me procesin e liberalizimit të tregut, domthon këtë këto e kanë ndikime. Në fund kush po psojmë jemi gjithë konsumatorë, pavarësisht pozicioneve që i luajm brenda një periudhe kohore ose një tetash pune ose sado që të jemi, ne prapë në fund jemi konsumatorë. Domthon gjithë po psojmë këto. Askush s'është fitues këto. Gjithë janë humbës në këtë pjesë. Pra, e gjithë kjo po bëhet në dëm të bizneseve fatkeqësisht, kushtojmë faleminderit shumë që erdhën në Infode dhe ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me dhomat e tregtisë dhe industrisë dhe punën që ju e bëni vazhdimisht në terren. Faleminderit. Edhe ndërruar shikues, neve do kthehemi pas pak.